ne shqiptarët kemi komplet një kod të veçantë për të pirin. Nuk pimë për të mbushur barku, kemi komplet ritual të pirit. Kështu që nëse zbatohen ritualet korrekte, frekuencat nuk ulen ato pikë që të bësh i aktësueshëm. Pra, do të thëja diçka ekskluzive për ju, sepse të pirit raki dhe veç fjala raki, do me thënë ka rënë kia ose energjia, që quhet ki, me pas që e ke. Dhe kur njerëzit ulen rreth dhe pinë me ata që duan, e bëjnë që të bjerë energjia aty, për rreth atyre njerëzve. Prandaj nuk mund të pish me njerëz që nuk i do, nuk mund të hash me njerëz që nuk të duan apo nuk i do, dhe nuk mund të ulesh në një nivel ku të gjithë ata që janë aty nuk janë në të njëjtën frekuencë. Pra, ajo lloj rituali nuk ka dëme, sepse ju të gjithë bashkë ruani atë lloj energjie brenda njëri tjetrit dhe nuk ka thellë historikisht dëme ajo lloj. Por nëse ulesh me njerëzit që parapraktikisht janë evil apo kanë qëllime të këqija dhe nuk kanë ardhur për gëzim dhe prandaj thuhet gëzuar, atëherë e gjithë kjo çon në prezencën demonike dhe posedik. Te ka ndodhur faktikisht, por jo se e keqja që ndron te ajo lloj pije, pra duhet të njerëzit. Te njerëzit dhe përbërja çfarë po pinë, sepse nuk është më i njëjti alkool po themi 200 vjet përpara apo i njëjti ushqim që ishte 200 vjet përpara, edhe të njëjtët njerëz që ishin. Pra kush pirakin që ka bërë vet nuk e gjen gjë. Dhe që e pinë me njerëzit që do.